Përshëndetje, mirë se vini, flasim hapur në Durrës Lajm. Shqiptarët janë evropian, jo vetëm gjeografikisht, por me mendje, me zemër dhe me aspirata. Jemi shumë pranë integrimit me drejta të plota në Bashkimin Evropian. Duhet dhe një rrugtim fare i shkurtër. Për këtë arsye, me 14 korrik u mbyllën 3 kapitujt e parë në procesin e integrimit. Ky episod i kushtohet një historiku të shkurtër të rrugtimit të integrimit evropian të Shqipërisë në BE. Evropa nuk është thjesht një kontinent, është një ide, një vizion për paqen, demokracinë dhe bashkëpunimin, lindur nga rënojat e luftës së dytë botërore. Për Shqipërinë, Evropa ka qenë gjithmonë më shumë se sa një destinacion politik. Ka qenë një drejtë e paralindur dhe një aspirat kombëtare. Një rikthim në familjen së cilës historikisht i ka përkitur. Rruga nuk ka qenë e lehtë. Shqipëria ka kaluar përmes izolimit, transformimeve të thella, reformave të vështira dhe sakrificave të një populli që besoi se armja e vet ndërtohet në Evropë. Ky është rrugëtimi i Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Në fund të viteve 1980, Shqipëria ishte vendi më i izoluar i Evropës. Për afro 5 dekada, regjimi komunist e kishte shkëputur vendin tonë, pothuajse plotësisht nga bota demokratike. Por në vitin 1990, gjithçka ndryshoi. Lëvizja studentore, protestat qytetare dhe kërkesa për pluralizëm politik shënuan fillimin e një epoke të re. Demokracia solli edhe orientimin e ri strategjik të vendit. Objektivi ishte i qartë: Shqipëria do të bëhej pjesë e Evropës së Bashkuar. Në vitin 1999, Shqipëria u përfshi në procesin e stabilizim asociimit, mekanizmi kryesor për afrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian. Ky ishte fillimi zyrtar i rrugës së integrimit. Një moment historik erdhi në vitin 2006. Shqipëria nënshkroi marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Marrëveshja krijoi bazën ligjore për afrimin gradual të legjislacionit shqiptar me acquis komunitar, trupin ligjor të Bashkimit Evropian. Institucionet shqiptare nisën një proces të gjatë reformash. Ekonomia, administrata publike, drejtësia, arsimi, konkurenca dhe mbrojtja e të drejtave të njerëzit hynë në një fazë transformimi. Në vitin 2010, shqiptarët fituan të drejtën për të udhëtuar pa viza në zonën Schengen. Për miliona qytetarë ishte momenti më konkret i afrimit me Evropën. 4 vjet më vonë, në qershor të vitit 2014, Shqipëria fitoi statusin zyrtar të vendit kandidat për antarësimin në Bashkimin Evropian. Një tjetër etapë historike ishte arritur, por rruga vazhdonte. Vitet që pasuan u karakterizuan nga reforma të thella. Më e rëndësishmja ishte reforma në sistemin e drejtësisë, një proces unik në rajon, i mbështetur fuqishëm nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara. Qëllimi ishte ndërtimi një sistemi drejtësie të pavarur, profesional dhe të besueshëm. Në mars të vitit 2020, Këshilli Evropian vendosi hapjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë. Në korrik të vitit 2022, u mbajt konferenca e parë ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Negociatat kishin filluar zyrtarisht. Qindra ekspert shqiptar nisën punën për harmonizimit e legjislacionit kombëtar me atë evropian. Një proces teknik kompleks dhe jashtëzakonisht kërkues. Sot Shqipëria ndodhet në fazën më të avancuar të procesit të integrimit që nga fillimi i tij. Negociatat kanë hyrë në fazën e mbylljes graduale të kapitujve. Çdo kapitull përfaqëson një fushë të jetës publike: ekonominë, arsimin, mjedisin, drejtësinë, bujqësinë, energjinë, politikën e jashtme, sigurinë, tregtinë dhe mbrojtjen e qytetarëve.
Çdo reformë e realizuar nuk është vetëm kërkesë e Bashkimit Evropian. Ajo përmirëson jetën e përditshme të qytetarëve shqiptarë. Institucione më të forta, shërbime më cilësore, ekonomi më konkurruese, më shumë transparencë, më shumë besim. Më 14 korrik, Shqipëria mbylli 3 kapitujt e parë, një moment i rëndësishëm për vendin tonë. Ai që duhet theksuar si Shqipëria është vendi më pro-BE-s në të gjithë kontinentin tonë. Qëndrimi i palëkundur pro-BE-s dhe NATO-s me mbështetje popullore mbi 90% e bën Shqipërinë vend unik mbi përkatësinë evropiane. Bashkimi Evropian gjithmonë e ka përcaktuar veten si një bashkësi vlerash. Këto vlera përfshin demokracinë, dinjitetin njerëzor, pluralizmin, solidaritetin, tolerancën dhe bashkëjetesën paqësore. Nëse këto parime e përcaktojnë vërtet Evropën, atëherë Shqipëria tashmë i përket asaj bashkësie, sepse ne si popull kemi shumë vlera të mbartura në ADN-n tonë dhe në historinë tonë kombëtare. Antarësimi nuk duhet shihet si momenti ku Shqipëria bëhet evropiane. Shqipëria ka demonstruar identitetin e saj evropian përmes aleancave, institucioneve, aspiratave demokratike dhe zgjedhjeve strategjike të saj për dekada të tëra. Antarësimi thjesht do të pranonte një realitet që tashmë ekziston. Sigurisht, puna e Shqipërisë nuk ka mbaruar. Lufta kundër korrupsionit duhet të vazhdojë. Administrata publike duhet të përmirësohet më tej. Konvergjenca ekonomike mbetet thelbësore. Asnjë vëzhgues serioz nuk i mohon këto sfida, por përsosmëria nuk ka qenë kurrë standardi për të bashkuar me Bashkimin Evropian. Progresi ka qenë standard dhe Shqipëria ka qenë në progres të vazhdueshëm. Arritja 14 korrikut tregoi se ky progres është si i prekshëm, ashtu edhe i matshëm. Bashkimi Evropian shpesh flet për legitimitetin demokratik dhe rindërtimin e besimit të qytetarëve në projektin evropian. Shqipëria i ofron të dyja. Ndërsa shumë shoqëri evropiane po përjetojnë rënje të besimit në institucionet evropiane dhe rritjen e politikës euroskeptike, shqiptarët mbeten ndër besimtarët më të fortë të Evropës. Më shumë se 9 nga 10 qytetarë vazhdojnë të mbështesin antarësimin në BE pavarësisht viteve të vonesave dhe rrethanave politike të brendshme. Pak vende kandidate dhe në fakt pak shtete anëtare aktuale mund të demonstrojnë një besim kaq të qëndrueshëm në idealin evropian. Historia ka të ngjarë ta kujtoj këtë dekadë si momentin kur Evropa rizbuloi zgjerimin si një instrument gjeopolitik. Integrimi evropian nuk është vetëm një proces politik, është transformimi më i madh shtetëror që Shqipëria ka ndërmarrë që nga rivendosja e demokracisë. Është një investim për brezat që do të vinë, për një Shqipëri më të drejtë, më të zhvilluar, më demokratike, më evropiane. Sot, më shumë se kurrë, Shqipëria nuk ecën drejt Evropës si një vend që kërkon të ndryshojë identitetin e vet. Ajo ecën drejt Bashkimit Evropian, duke sjellë me vete historinë, kulturën, vlerat dhe kontributin e saj. Sepse Bashkimi Evropian nuk është thjesht një bashkim shtetësh, është një bashkim popujsh që besojnë se paqja, demokracia, solidariteti dhe liria ndërtohen së bashku. Dhe rrugëtimi i Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian është mbi të gjitha historia e një kombi që zgjodhi të ndërtojë të ardhmen e vet në zemër të Evropës. Shqipëria ka nevojë për BE-n. Shqipëria ka nevojë për Evropën. Është përkatësia e vet, është e drejta e paralindur. Por edhe Evropa ka nevojë për Shqipërinë. Evropa e bukur, një mozaik i jashtëzakonshëm kulturash dhe vlerash, është i paplot pa Shqipërinë në të. Shpresojmë të gjithë që brenda pak kohësh Shqipëria ta përmbush dhe ta plotësoj këtë mozaik dhe të marrë atë që i përket dhe meriton.
anëtare në Bashkimin Evropian.